kjo rezolut do të prodhon efektet jashtëzakonshme të mira, është një moment kthese, është një moment historik që vërtet do të ndryshon çështja e krahinës dhe vërtet do të fillon një epokë e re. Mund t'ju pyes për Tiranën dhe Prishtinën apo përgjigja dihet, sa të kënaqur jeni? Po, edhe kjo pyetje është shumë e rëndësishme. Unë mendoj që përfundimisht Tirana zyrtare do të reflekton pozitivisht në bazë të rezolutës e cila do të miratohet së shpejti brenda 180 dite, që ka në fillim të intervistës, pasi të miratohet Parlamenti i Shqipërisë do të ngritë çështjen dhe me një pikë të rendit të ditës do të diskuton për diskriminimin në Preshevë Banas Medveç. Kjo është shumë e domosdoshme, shumë e arsyeshme dhe është një nevojë e kohës, sepse Parlamenti i Shqipërisë, me sa jam në dijen unë, asnjëherë pas luftës së Shqipërisë nuk e ka ngritë çështjen e Preshevës Banas Medveçës. Pra të ngritet një pikë e rendit të ditës dhe këtu të merret një qëndrim i prerë lidhur me qëndrimin zyrtar të Republikës së Shqipërisë administrative ndaj kësaj krahine. Kjo është shumë e rëndësishme sepse Republika e Shqipërisë ende nuk ka një qëndrim. Ende asnjëherë presidenti, kryeministri, instancat të tjerë të parlamentit dhe qeverisë nuk e cekin sakt që në këtë krahinë ka pa referendum, ka ndodhur një kryengritje armatosore që më bës dhe ka një marrëveshje të Konçulit. Pra, kjo rezolut shumë më mirë do të reflekton nga Parlamenti dhe nga Republika e Shqipërisë dhe Republika e Shqipërisë përfundimisht do të ndanë një kod sikurse që ka Republika e Kosovës, ka një kod që e miraton vazhdimisht gjithsesi çdo vit miraton buxhet të posaçëm me dedikim dhe destinim fund e kry për Preshevë Banas Medveç. Pra, kjo mungon dhe mendoj që kjo do të prodhon efekte edhe për Republikën e Shqipërisë. Zoti Hasani, folëm për atë që presim nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës apo Tirana me Prishtinën, po aty raportet si janë mes përfaqësuesit shqiptar në Parlamentin serb, pra një deputet në mos gaboj që është zoti Kamberi, por edhe kryetarëve të komunave, këshillave, drejtuesve të Kuvendit Kombëtar, të Këshillit, si janë raportet? Ka ndasi? Tani më është vështirë të flasme për këtë ndasi mos pajtim në rast parë. Në rrethana të caktuara që jemi dhe po jetojmë është vështirë të kemi, por do të mundohemi dhe vazhdimisht apelojmë që të ketë një koordinim, të ketë një harmonizim, që të ketë një artikulim të kërkesave. Dhe kjo unë mendoj do të arrihet, sikurse që është arritë mbajtja e referendumit 1-2 mars 1992, sikurse që është arritë koordinimi, harmonizimi për mbajtjen dhe organizimin e një kryengritje të armatosur dhe marrëveshjes Konçulit prap mendoj që do të jetë një harmonizim më i lartë siç ka qenë. Pra, tani më kur kohën që po flasme, ekziston vetëm një deputet në Parlamentin e Serbisë, e ky është Shajb Kamberi, dhe kjo është diçka e patolerueshme, kurse serbt kanë vende të rezervuara, kurse edhe shqiptarët në Preshevë Banas Medveç pse mos të kenë vende të rezervuara në Parlamentin e Serbisë dhe pse mos të kenë të drejta sikurse që kanë në ekzekutiv në gjitha instancat dhe përfaqësi diplomatike kështu me radhë. Pra, kemi pas Parlamentit të Serbisë që ekziston një deputet, kemi kryetarin e Këshillit Nacional dhe kemi kryetarët dhe kryesuesit e kuvendeve Preshevë Banas Medveç. Pra, këto janë struktura që ekzistojnë gjithnjë pa harruar dhe subjektet politike të shqiptarëve, dhe mendoj gjatë kësaj kohe që tani më është prezantuar rezoluta 64/11 në Senat dhe në Kongres Amerikan, vërtet shqiptarët e kësaj krajine do të gjejnë më të unifikuar, më të harmonizuar dhe të gjejnë një gjuhë përbashkë për artikulimin edhe çështja të ngritet edhe më tej deri në zgjidhjen përfundimtare. Zoti Hasani, duke qenë se është herë e parë që flasim, lejo t'ju bëj një pyetje duke rikthyer 5 vite më përpara. Në atë kohë kur tha që nuk ishte shkuar në Hag, nuk ishte arrestuar dhe kur diskutohej rishikimi apo ndryshimi i kufive apo shkëmbimet territoriale, ju çfarë mendimi keni? Unë këtë mendim që po e them tani para mediave shqiptare dhe gjithë
opinionin ndërkombëtar, edhe në atë kohë edhe tani gjithnjë mendoj që shkëmbimi i territoreve dhe një Lepësaviqi Zëvon Potokut, ndrrimi apo shkëmbimi me Preshevë Bujanos Medveç nuk është në interesin kombëtar. Pra ne nuk japmi tokat tona për tonat. Ne nuk ndrojmë mallin ton mes veti. Nëse mund të themi kushtimisht mall, sepse krajina shqiptare aktualisht është e banuar me shumicë shqiptare dhe ne nuk kemi nevojë absolutisht të shkëmbejmë. Por duhet të realizojmë të gjitha të drejtat sipas akteve dhe konventave ndërkombëtare, që tani më Serbia është nënshkruese, palë nënshkruese gjitha këtyre akteve ndërkombëtare që i përfaqëson në nivelin evropian dhe botror, dhe Serbia duhet të detyrohet, të kushtohet, mos kalon në BE, në negociata tjera pa i respektuar të drejtat elementare, themelore, individuale dhe kolektive të krajinës shqiptare të Preshevës Bujanos Medveçës. Në mos gaboj, para disa muaj kisha një bisedë me zotin Fatos Adiu dhe më tha që nëse jam i saktë që me ndarjen administrative të 50-s, pra ish Jugosllavisë, Lugina ka qenë pjesë e Kosovës? Kjo ka bazë ligjore dhe shkencore që gjatë luftës, gjithsesi pas luftës së dytë botërore, disa vendbanime dhe lokalitete ju kanë dhënë territorit Serbisë dhe kështu me radhë. Për nga vije dhënë është vërtet që vjen nga Zalbica, komuna e Bujanosit, që ju ka dhënë Bujanosit sepse ishte me Kamenic, por tani më këto çështje kanë ndrruar dhe unë mendoj që shumë më mirë është Republika e Kosovës të mbron kufit e vet dhe krajina shqiptare të realizon të drejtat e veta, sikurse që shkan kantone në për Zvicër dhe pakica në Holand, Belgjik, kështu me radhë, gjithandej Evropës, sepse nëse themi se Evropa e pranon Serbinë, Evropa duhet ta pranon Serbinë vetëm pasi ti plotëson standardet, kushtet e parapara për respektim dinjitetit dhe identitetit edhe të shqiptarëve. Duke uruar që ligji amerikan të jap efekte sa më shpejt në Preshevë, presioni, zoti Hasani, unë të falenderoj shumë për këtë bisedë dhe uroj që mos jetë e fundit, por të kemi mundësi sërish në të ardhmen të flasim për gjendjen e shqiptarëve aty, në trojet tona. Pandej shumë edhe një herë për mundësinë.